shkulla gosh do mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi. A do qumë shtapo valë, Komarica vjen vërdalë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qofte Zululandi. Përshëndetje miq. Një mbrëma të gjithë, mirë se vini në Fejkos. Profesor, O, dialog. sa energji kam sot o zot. Po pse keni gjithë energji? Sepse luan kombëtarja ndar. Luan kombëtarja, po, Shqipëria fitore sot 3-0, minimumi. Një sekondë. Çfarë do të them? No. Minim pas Fejkosit. 3-0. 0-3 mo. 0-3, se do të kushtoj. 0-3, po, çanda Andora me ne edhe. Nëse, të dashur miq, si gjithmonë, takohemi bashkë në Fejkof dhe sot jemi në mbrëmjen e ditës e njëjtë 13 nëntor 2025 dhe sa bukur që kemi tingëllimën jo më shumë se sa 40-45 minuta larg, pra në frishëllimin e parë të ndeshjes aq të rëndësishme për ne, Andorra Albania. Pra, tamam e thamë të urimin në zemër, fitor jam shumë i sigurt për këtë. Ja do ta dëgjoni nesër se si do të dalim. Por do të flasim për zhvillimet gjeopolitike. Oh? Po. Ti do të flasim për seksin. Albano, mos më ngatro me ndonjë tjetër. Fal. Të lutem, edhe mundohu të jesh serioz, kështu se kam patur edhe shumë mesazhe që më thonë ke kujdes se Albano del ndonjëherë nga binarët. Po kush? Mesazhe nga ata që na shkruajnë në faqen time. Jo, nga dalur? Nga binarët. Ku kam binaru? Ai kështu është. Kesh të dalësh. Po Albano, mos e që fillim të emisionit tani flasim. Heshta. Edi Rama sot në Itali, në Rom, në firmosjen e bashkëpunimit Itali-Shqipëri, 16 marrëveshje, biles sipas Albanos thuhet që në 2030 Shqipëria dhe Italia do jenë përsëri një mbretëri si dikur. Po, do jemi ne mbretëri kësaj radhe. Mbretëri. Tash do rimishërohet mbretja grotë. Ja, domethënë realisht me fjalë se çka ka ndodhur si ka ndodhur, por duhet kuptuar që do t'i marrin vesh. Ka ndodhur ka vajt mendja Edi, vaj takoj Melonin, se ka. Po mirë orë njëri tani. I vajtin majtë hundës, vetë çik në Romë të bëjnë një marrëveshje kot çu, takoj çik Melonin. Po pse banalizon? Po se banalizoj ti të gjithë. Unë thash që do diskutojnë, janë disa probleme gjeopolitike, janë shumë të rëndësishme zhvillimet. Mua më duket më shumë si ginekologjike se sa gjeopolitike. Ai të cilin Trumpi i pagoi $10 milion për ta kërkuar dhe për ta ekzekutuar, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Sirisë, apo së Shtetet e Bashkuara të Siria? Jo, të Bashkuara të Siria. Republika Islamike e Sirisë? Jo, Siria, ka. Siria, u prit në shtëpinë e bardhë nga Trumpi, që e prit me shumë entuziazëm, veç të tjerave, i dha dhe nga parfumi i tij e parfumosi, edhe i tha dhe po më saktë le të ndjekim kronikën. Ndjekim materialin. Men's fragrance. This is it's what no. It's the best fragrance. Come here, I have more here, sir. Okay. So what we'll do is just take that, Joe, put it in, and then the other one is for your wife. How many wives? One for one. You guys never know, right? Jo, mirë po, si dihet kurse Trumpi ka ndruar 6 stop. Si ka ndruar? Po Trumpi si puna ime, Trumpi ka të pestën. Grua. Po kështu? Si kështu? Jeffrey Epstein. Qa thua? I ka marrë Jeffrey me vete ato në varë. Qa thua? Ka qenë të mërshmo. Trumpi të grinder. Se isha me mundë. Po kur pi fillon të duar, që i temu re, Ari Jeffrey Epstein tha, Samir ta këshim shok, tha. Sa i ka varur vete në burg, apo ja? Po, ka varur vete. Po i thash, po çdo ti o mondi, po e tha mirë që të kishim muhabet. Ka i të mondi. Jo, ta kishte shok mondi do ishte kënaqur. Ja na pyet neve që kemi pasur shok. Mi, nese, po tani problemi gjithë është që si do ta interpretoje ti, në qoftë se ai është mund të ketë edhe 4-5 gra, 7 gra, sa e ka ligji i sheriatit? Nuk e di. Më duket se ka deri 7 gra. Lejohet. 5 më duket. Kurse kur shkojnë në atë në botën e përtejme, kanë deri 70 gra që e presin. Edhe je dakord ti me teorinë që një burrë që meriton mund të ketë 4 gra? Ti për shembull do t'i mbaj dot 4 gra? Më pse si handa kosur? Po ku do flem?
Haj që shkrevati. Vajtë krevati. Po se cila ka dhomën e vetë, i vetë e flesë sot. Që, vetë unë në dhoma një një me radhën? Unë jam buri, mo të vinë ato. Po të shky mua bet, mo. Të vinë ato? Po mirë, normale. Të vëj një dhomë këshu me krevati dy kache, se të në atje edhe vinë me kalendar. Që ato të e dhoma ime. Ja, dëgjoj këtë vajzën, qa thot kjo, edhe ti mund të ra. Gra, qka? Mashkulli o mashkull, nas mundu me mushti me mashkulli. Te ke fundit mashkulli o mashkulli ka hije. Femës nuk i ka hije. A pajtosh? Qo se një mashkull është i zoti me këshirë grune vet, edhe me let grus mundet edhe tjetër me marë. Pse jo? A që se i zoti a me këshirë as grunë, shpe normal që së është as për tjera. A e kështë liu të bashkëshortin tënë që me pas edhe një tjetër? Nësë më këshirë mu mirë, më trajton mirë, më blen me punu. Pëngën që edhe një tjetër është aty? Vesh dhe të më kalëzon ashtë asë më pengon, me fele johë. Të keqen vajtë, Goni, mund da përdor pak autoritetin tënë për një moment? Pa tjetër. Mondi, redaksia, gazetarët e gjithë. Urgent, emër mbi emër dhe numër telefonin kësaj vajzës. Qa thua? Po që më këmë atë, dhe është grua e martuar. Se është martuar? Në qovë se thot, buri mua më plëtson kushtet... Jo, s'ka pra bura, thot. S'ka bur, thot. Po s'pati bur, interesoni. Po s'pati bur, emër mbi emër, numër telefoni, adres. Po një sekund, Kjo është, një kjo është. sekund. Si pas te, Wife se material. pak më lartë the që Trump ka shkruaja pest. Po i ka divorcuar, si ka mbajt gjitha bashkë. Po me Melanin, Me Melanin i Se vend mban- 77. po pse? Sepse Melania ka shok të fort. Kë shok ma. Mua. Por jo, Albana. Si të rimo. Melania është shqiptare, në origjinë. Ilire, është ilire. Është ilire. Dëgjoj vllajn. Urdhëro. Ama çake, Mondi dëgjoj. Mos sik më mor tek ata të cepave të lagjes blen nga këto, se të shesin suva muri të thonë na se është drog. po se nervesh, se them suva këtë ore. Po çike këto Po se them unë këtë, ora Albano. Nuk e mosh për drog më zemra Albano, ime. po nuk e them unë në zemra jote. Kush e thot më zemra ime? E thot Kujtim Gjuzi. Dëgjoj. Mirë, kujtimi po. Po. Po e thot kujtimi mirë. I bie që kemi NIP, djalin e presidentit amerikan. Disa të tjerë thonë që është me origjinë nga Ferizaj, për presidentin. Nuk e kemi të vërtetuar. Ama këto i thotë Cako, këto i thonë disa të tjerë, i thonë. Ne thamë për Melani, Trump është ilire. Okej. Ngjashmëria me Teuton është çfarë thënë? Është gen. Se ky Teutën e ka një orë. Kujtimi besoj. Po dhe ai pretendon që është i lashtë. Po unë s'pretendoj, më unë jam. E s'ngjan Teuta me Melanina. Jo. Teuta ka qenë brune. Ço thua? Po, Melania është bjonde. Pse na i vjet këto gjëra? Gjarë më mirë, kjo Melania janë më shumë me Argjiron. Argjiroja vinde që kështu si ngjyrë gruri. Qa thua? Flokët, po. Argjiroja? Argjiroja ka qenë Ja. zonjë grua. Kur lëvizte atë në për Kërlaje, fape, së të themo go. Su se sa më shumë Si hapte ato petë të byrek, me që edhe ti e nip në pravishte. Po. Ti, se unë ma dhe poshtë me. Si shpigon ti, me që the për Argjiron, si është krijuar emri Qifqi? Është Emri i ushqimi. nga ushqime më tradicionale në Gjirokastër. Nuk e di vërtet? Jo, nuk e di. Amo ti tani. Mo, Si muqi. s'di qifqin di? Jo, Ta thot vllai. Qifqia në fillim nuk ka pasur emër të dashur S'kishte, shqiptar. po. Ishte një ushqim që rastësisht kur e hanin burrat, beshin të mersisht vigoroz dhe shtoi pjelloria kështu domethënë. Qa thua? Namin, po. Dhe nga s'kishte tha inge me kalimin e viteve dhe shekujve, nga që gjithmonë sa e hanin me vrapo burra i thonë, "Grua, ku je? Hajde tu, shpejt!" Shpejt! Dhe inge Dini ja vune, qifqi. këtë do e quajmë qifqi, sepse Mondi, i ziuti mos po rinë në pulë të qunë se s'kemi ko për Qifqi Ri tani. tani në mondi tani, s'ka qifqira hapur tani. Po porosisi morë të një lokali një unë, edhe nesër, jo sot. Deri në drek. Ha? I bëjnë deri në drek, se ti e pak shumë energjisat pushon zëmra, së të natën. Nejse. Tani, kjo është interesante me fjalë, por në këtë kohë, sepse tema është pak e përzierë, u përhap kjo teoria e këtyre nofkave, edhe përdorin ato, ose për shumë Artit o Buci, o Boli. Më kuptona? Po, të kuptoj. Tani, qa ka ndodhur? Doli Belinda dhe u i kapën ato mesazhe dhe shkruan dhe Palloshi gjatë kështu. Do më e bëm shpjegimin, por shiko se në çfarë këndvështrimi e shikon këtë Kujtim Gjuzi. Ja, ta shikoj, se unë shikoj. Rasti zonës kryeministres Balluku nuk do t'ishte mirë që të fliste në atë formë, po nëse ka folur, tregon në njërë tjetër që niveli i saj universitar dhe akademik është i ullët. Ai është një zhargon rruge.
nuk është se nuk përdoret në fjalën shqiptar, se kemi dhe mbiemra ne, me mbiemrin që ajo ka përmendur. Nuk do desha ta përmenda tek ju, po tani ti thosh kryeministit Pallosh, kur konservatorët i thonë shkëlqësi kryeministër, nuk shkon. E kuptove? Nuk shkon. Mundi ku është kryeministi Pallosh. E ka të aftësi ajo që ta përdori këtë si nofk? Dëgjoj. Sepse Në gjykimin tim nuk ka si të keqe. Qa thua? Ne kemi dhënë jetën dhe gjakun për fjalën e lirë. Në rregull, po, ne Palloshi kemi thënë edhe kështu përdorim. O Pallosh groçe, o Patjetër. Si do të Pallosh i shkurtër? Kurse Rama është 3 metra. në rregull, po Monika për shkak kështon që nuk i bën syri tërë të Belës. Hajde, jepe o Mondimonën. Zonja Bolluku e ka namin që është Garipe, edhe që është Bobe. Në fakt është, si e njihni ju? Me mesazhet që shkruante, i kanë bërë marketing që është. Pra që nuk e sheh fare për asnjë. Ati tjetër ti thot Palloshi gjatë, pra do të thotë që e ka në dorë. Rama në kal, unë në kal. Rama në tokë, Po e Curin ka zbatuar urdhrin e Palloshit të gjatë. Si nuk e shave fare, se kuptoj, çfarë do të thënë nuk e shave fare? Shave, you don't shave it at all. Nuk e ruan fare, nuk të ruat fiq. Ç'a thua? Si son tironzi. Me këtë ruat mulale. Ç'a thua? Me këtë kuptim e kishte atë. Qao, she don't shave it. Edhe e tha, si ruet asaj nga ai. Çuditshme. Pa faktikisht i takon asaj të flasi kështu sepse ajo o Tiranëse, se tha o Garipe o Bole. Bobe more. Bobe more. Bobe nga trova. Nëse ja dëgjojnë çik. Hajde kujte. Balluku është si thash tiranëse. Po të shpjegojmë termin Tiranë, ne i bie të referohemi gjuhës së vjetër pellazgjiste, iliriste, shqipja vjetër, heleniste, greke. Në Tiranë do të thotë vrasësh. Pra ajo, nëse ti do të ta vrasësh, ne kemi vrarë. Tiranësit janë vrasës. Atë vrasin me fjalë, atë vrasin me tjegullin e shtëpisë. Ata fusin me tu kokës. Tiranë në iliriste në lash dhe në heleniste në lash me të vrasës, e? Fjala, si, kush? Kështu tha. Në heleniste në lasht dhe në iliriste në lasht, Tiranë do me thëmë vrasje. Tiranë, po, vrasje. Tiranë. Do ta lëmë këtë shpjegim, po faktikisht në thelb ka një të drejtë. Që kur thotë që Tiranës, prandaj, më vonë këtë e zbutën ka bërë Tiranës, për të hequr anë. Për që mos të qenë vrasje, ka bërë Tirana. Po, jo, unë dakord jam me këtë, po kjo me tjegulla se të vret, fjala vret. Vret. Ha? Fjala vret. Se përdorin më vrave me atë fjalë. Më vrave me atë fjalë. Më ra fjala sigur. Ja, për shumë shko, do të temu një fjalë, në të gjithë ti do bërë si i vrarë. Gonim, u bërë 20 ditë pa më 10.000 lekë. Albano, më vrave me këtë që the. Po, duhet të vrasi kjo e të veproshim, mos të them unë, se të them prapun. Më lërë të korrigjohem, po, jo sot, se dua të analizoj. Se tani jam i vra. Do, mirë, ndërkohë që reflekton, unë them rufit e njëra të azerën. Pa tjetër, ja. Ta rufisim, Nescafe Azera, 100% arabika, ore, di që arome ka, se di si të shpjegoj, po nuk e provuat s'ke. Edhe themi në një fjalë, por ndërkohë që e pim kafen, me aromë të jashtëzakonshme, s'ke që do baristin. Po shia mo, nuk e di që temo. Po glida more, nostalgjia në familje more. Po, zotim. Albano, Urdro. është e vërtet që Rama non grata në New York, në Amerikë? Pa, u shkrive, Ja, Ja, që ka për të qeshur? Po që ka për të qeshur? Në bëj për të qeshur, në të regon qik. Kalojnë, por se mos mbytesh. Absolutisht e pavërtes. Kush e thosë së gjë, është një. Shiko, dëgjoj tani, sepse jo më kot ta bëra këtë pyetje, sepse unë provokoj. Ti e di. Këndështimin tim, unë jam provokator. Ti do të provokoje. Do të provokoja. Se edhe ti më goditë me një fjalë të rëndë. Sepse për shembull, ai realisht kujtimi thotë që ai ka një ftesë, por unë i them të mos shkoj. Thotë kujtimi. Thotë kujtimi. Ja dëgjoj. Me bluzën e tij është identifike. Ka një ftesë për datën 14 të nëndorit tani, për të vajtur në certifikimin e kryetarit të Bashkisë New Yorkut, i cili tha jam një islamist, është vajtja pra që do të shkoj Rama atje. Unë e këshilloj të mos shkoj. E këshilloj të mos shkoj se ka një rrezik. Bie avioni, nuk gjehet kutia e zezë, është trekoncit Bermudës përpara se të shkosh atje. Domethënë janë shumë gjëra. Është trekoncit Bermudës përpara se të shkosh në New York, e? Sa çuditshme. Jo, po është edhe ajo, po njitet pak më lart se si janë rryma. Ë? Okej. Ke për të thënë një seriozisht apo vetëm ditë tallë shtrapin?
Mandani që fitoi, kryetari i Bashkisë së New Yorkut, është Mamdani. Mamin ku tani Mamdani po ai që fitoi. E kam njëri tim se s'do i mbaj, kam 8 kryetar bashkisë kryeministra për botë. E vura unë. Dhe i thash ftoj Edin se i bet qefi. Do vi, se i ka ngel që ka hatri Trumpit, se më thanë telefon, a o shaka që që kërën, ama, për kodita që, shaka e rënd, shaka që, të dashur miq, ndërkohë sa të pi kokrat Albano, unë juftoj në një moment shkëputje publicitare. Dhe të dashur miq, ajo që u quajt jo se do jetë një verë e nxehtë, jo po se vjeshta është e nxehtë. Dhe durimi ka arritur kulmin. Po të shumë në plevitosa, mos vishtë në nxehtë. Po do t'i kapësh në njerë gjërat ashtu si shduhet, apo është figurshëm? Ishte figurative? Më falë. Sepse gjigandi i Rodit, Skënderbeu i shqiptarve, i tret, ja i katërti. Rama. Ka qenë një tjetër para Rama është Skënderbeu fundit. Po, ka qenë Gjergj Kastro Skënderbeu. Po, ka qenë dhe Sali Berisha Skënderbeu. I Skënderbeu. Po, Skënderbeu ka qenë. Albano, po ka qenë Skënderbeu. Ne kemi parim këtë. Kush bëhet kryeministër? Edhe, jo, po. Po, i bje ka qenë e Pandi Majkua. U bë analiza, po kush e bë tani? Jo, mo tani. Mos e banalizo tani. Pandi i dhe mund ashtu, sepse edhe undër me hark. Tani, bëm mbledhja në kryesi. Po. Aty s'mbajti më doktori. Shpërtheu? Qa ka thënë? Dite e hënë do t'jetë dite e fillimit parlamentit para kryeministrisë të qytetarëve dhe parlamentarëve në bindjen më të thellë se ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Do kërkojmë edhe dorëheqjen e menjëhershme të kësaj ministreshës. E more vesh? Protestat trapë? Po, protestat. E kuptove? E kuptove. Bravo. Dhe tani, këtu, nuk dojet vetëm ecje në bulevard. Po qa dojet? Do këtë balet dhe muzikë? Jo, po vrap. Po ku di? Të bëgara shpejtësie. Po qa do këtë? Dëgjoje, hajdo, Bela. Ditën e hënë protesta e parë, para kryeministrisë, me moton largimin e menjëhershëm të Belinda Balluku dhe Edi Ramës. Mendoj që ne nuk duhet kemi një protest thjesht një ecje në bulevard. Mendoj që ka ardhur momenti të reagojmë në proporcionalitet të plot në nivelin e skandalit. Duke qenë se unë vi nga një eksperiencë e një organizimit një proteste 44 javë para Bashkisë Tiranës. Mund të them që kemi një eksperiencë goxha të vyer se si të qëndrojmë dhe të bëjmë rezistencë. A kuptove? E mbamë sa shumë maritë, e kuptova, po e mbamë. Dhe që të kuptosh se jemi në shinat të jashtëzakonshme, ka dhe sugjerime dhe propozime që për herë të parë hidhen tavolinë si ide. Hajde Dashi, dëgjoj Dash Sulën. Tu të këne tani shikoj që ndodhë, që në opozit, hum, s'ka si loj dorëheqje. Edhe ajo, si për, UÇK, ati është kërguar UÇK për të qliruar nga serbët, tu noshat do të kërguar UÇD-ja, ushtria për qlirimin e demokratëve, nga drejtuesit apo nga krerët e Partisë Demokratike të cilët po mbajnë peng opozitën. E kupton, do ketë revolucion brenda PD-s. Pra, brenda PD-s do zihen këta dhe të hënën do vënë të... Do zihen njerë tani... Këta do zihen, do shlirojnë... Që të ejtë ndërë djelën do shlirojnë PD-n? Po, së vazhdojnë shlirimi me 2-3 ditë, do vazhdojnë shlirimi. Po, ndërkohë, paralelisht, mblidhen edhe vend të shlirojnë edhe kryeministrinë, luftojnë korupcionin, sepse e fundit fare pastaj, kjo ushtria shlirimtare do ketë edhe... UÇD-ja do ketë edhe, se nuk do jetë, do ketë edhe... Do këtë deri në flijim, jo vetë flijim. Jo vetë mojim, jo, deri në flijim. Dhe vaj, tha kuj Gjaferi, kuj djali, deputatiri, po Albano. Si do ishe për një grevë? Qëfar greve? Unë personalisht po, jam për grevë në parlament, deri sa të gjitha drejtat e opozitë kthehen në parlament. Jemi të gatshëm, nuk ka si problem. Por ka diçka, është një strategji që i takon patjetër kapitenit ton, që u përmendëm me terma futbollistik. Që është Sali Berisha kapiteni juaj. Po patjetër duhet përdori ai strategjinë, nuk do dalim një person aty po futem muli. Do ketë një strategji. E keni diskutuar këtë argumentin e grevës? Po. Grevës, blokime, gjithçka. Po greva ka diçka që kur të ndodhi, do ndodhi e fundit. Nëse do jetë flijim o arritje e kushteve. Kush flijohet? Pa tani kush flijohet? Atë që do marrë Zoti ju Erla, ç'të presoj asnjë. Po greva do të jetë gjëja e fundit që duhet ndodhi nëse gjërat nuk jepen. Një sekond. Jo, do marr doktorin. Ta prafusin doktorit. Pse?
Këtë marri zoti, thëmë. Këtë të bëjmë grevuri këtë marri zoti. Pa le tani. Alo? Për Albano tije. Unë jam, dëgjo. Për urdhëro. Mos bëti. Urdhëro. Qaka? Dëgjo. Urdhëro. Në protesta, në bëni sa ditë protesta ju? Po, jo. Shiko tani, jemi protesta paqësore, nuk kemi ma djegim... Dëgjo, e di. Do dalim atje, ne dorim 2 orë, dhe pastaj do shpërndajmi se nuk do të arëzojmë në këtë qeveri. E di, dëgjo ma këtu ta. Urdhëro. Do e rëzosh ti, po në rast se nuk e rëzon, këto 5-6 ditë e para, do filloni greva urie. Kushte jo? Këshu kanë thënë, këshu po thonë këta të partistët. Rritë të pa buko, je? Dajtë e them, dëgjo mua, dhe thanë me stil që kush të duroj pa buk, mirë, kush mos të duroj, të fliohet këtë marri zoti, kush ta ketë kismet. Më duket se, dëgjo mua të gjo bështi. Do blesh nga këto qokolatat 500 lekshe? Po kush e tha këtë? Ja, i Gjaferi. Por lemos gjotari, i riu si veriu, e merera. Albano, dëgjo. Ashtë muli qyvendos, muli. Shumë mirë, dëgjo. Ti mos I kam thënë do vi me Range Rover. Ti do hash 3 vakte. Pa problem, se unë aty sa për kështu do jem. Ashtu, sa për ashtu të vesh. Mos të plas një fare, se ke dhëmë për këtë dhëmë. I ka të putë fort. Ere unë ty. Qa? Lërë me këto telefonata se nga që më dhe... Më i thash tani, po qanë këta, do bëjmë grevurie dhe këtë marri zoti. Por i do doktori ta që të the 2 vjeç pa ngrënë. Dakord, doktori nuk dashu të i qotë ushimi atje me catering, po jo mua. Ti imagjinosh se pash një gazetar aty dhe më në verit gazetari. Se? Kja akuzoj këta të opozitës, qa protestë do bëjnë këta ta shkojnë me 150.000 euro makinë. Ja, dëgjoj këtë, Polin. Dhe kalojnë të tjetra, ti ke kryetarin në grada, dhe kalojnë dhe te fundit. Jo zotri, njerëzit më kryesor, po eq Berishën, njerëzit më kryesor i ke që të parkojnë makina nga 100, nga 150.000 euro, edhe nga ta që erdhen rishtar. Por e ku i ke 2 opozitarë. Po njerën e ka pytur unë, tha e mora me kredi, se e mori pas gjedheve. E kuptonë, por se ka... me 150.000, me 100.000... Po ja fut kotë ku ka makina 150.000, 200.000 euro. Ska. Të gjithë 300 e sipër. Albano, ti ish katrove fare ndjenjë ato opozitës. Po jo tani kotë fare ndjenjë. Tani, që ta përmbledhim. Që të kuptosh se është e varë për opozita... Kuptoj. Dëgjove Flamurnokën që kërkoj para deputetve? Jo. Jo, vërdro. Flamurnoka, mesazh deputetet PD-s, paguani 100 euro na duhen për partinë, 100 euro në muaj. Taks. Po, ta 20 deputet kanë, 4.000 euro i bje. Po, në muaj. 4.000, po se nuk ka partia me qa do e kupton apo jo. Si e kisha të të asaj... Këto vjeshet e mija, atë ishte kërkova fjallin e rëndë të vrava, jepja këtyre të PD-s, ba partinë demokratike gjallë, se është po është sport historike. Le të vend të Ozon Electronics. Bravo. Me që të hënë fillojnë protestat, do këtë trafik dhe gjera, nxitoni që ta që në fundjavë, shkoni në Sauk, shkoni të Mbigalim në Ozon në Astir, shkoni të Medreseja, në Gjamlik, të Trego Elektrik, ose po ju kapi protesta nga e hënë akështu që ka trafik, shkruani www.ozon.al edhe brenda 28 orëve, ju vjen porosia në shtëpi, si që dëshironi, po përdorët kodin Albano, merë një 30% ullje, po përdorët kodin Agron, nuk do merë një gjë për vitineri. Edhe për Black Friday, për festën kombëtare, për festën e nënës, për të gjitha, ty të kemi, festën e sukses, tani. Kemi dhe festën e alfabetit, në 22. Ozon Electronics i jetoni më mirë, duke kursyer. Bravo. Publicitet. Se kësha para asë njerë avokatin në një kështu se ishte... Në këtë dimension, ishte tek Top Channel, ishte tek ajo Bjeta Sullo. Qa ka thënë, më? Dë gjo të them një gjitha? Dë gjo të them një gjë, Albano, dë gjo të them një gjë. Unë, shiko, jam marrë me kritikarti dikur. Ka diskutojme, nuk e ndroj shpesh paraqitje, nuk e parë me këto syze. Syze, do shke lek? Dë gjo të them një gjë. Do të them një gjë. Dua, po ka fuaj. Në një moment saktuar që unë e kam nga profesioni, se a marrë edhe me kritik arti. Nuk duhet të ndrosh shpesh paraqitjen. Ajo që të ka pëlqyer një herë nuk ndryshon. E para. E dyta pastaj, unë respektoj gruan.
Gruaja nuk para ka qef prirjen ndrimet e shpeshta ultrarinore. Sepse ka fjalën kryesore, nuk ka gjëra të tjera. Dashuri do të thotë fjalë e bukur, erotike, një shishe verë, etc. E kuptojnë që është dashuria. Se dashuria është shoku im, dhe gjatë të them një gjë Albano, se nuk të kaptoj. Pra, unë të thash që unë e respektoj gruan, në përgjithësi, se unë s'kam grua, e kuptojnë dhe gjatë të them një gjë. Respektojnë gratë e botës? Po, normale. Ti e di që unë të kam thënë me shishe verë, unë me ty për shumë s'pi fare, kaloj në grevurie. Së të pishme mua, unë të këpusë avokatës. Dhe gjë Albano, të putë Albano. Dhe gjë Albano, dhe gjë e këtë. Kish që ta kemi një foto tuajën apo një pamje publike me kostum sportiv. Jo, me të sportës dalë, për ty të dalë. Ka mund të dalë. Të sportit, i kam edhe një herë, zonë. Totat e sportit i kam për plazh, po në qoftë se në një grua më thotë dua të shikoj me totat e sportit, kjo më krijon ndjenjë erotike, edhe natyrisht e respektoj. Sepse kur gre totat larti, me frymën, ndan partitë. Vore që ju kanë ndriçuar në një bukuri të veçantë, komplimenta. I mbylli direkt nga turpi. I mbylli ajo. Pas se dëgjojmë neve Alban Dudushi, godet me grusht avokati. Godet me karate në kokë avokat në gjelën. Dhe tani e fundit, dashur miq, për të gjithë deputetët, Parlamenti Shqiptar, nga e hëna dhe mbrapa, si do që tjetë, kur diskutojnë për gjinit, ose kur fillojnë fjalimet në parlament, që thonë i nderuar të darë, shikoni këtu në Parlamentin Gjerman, si bëhet realisht një hapje dhe përshëndetje, dhe pasajt kalosht e diskutimi i temës apo ligjit qaja u janë. Ndiqeni tani. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Schwule, sehr geehrte Lesben, sehr geehrte Androgyne, sehr geehrte Bigender, sehr geehrte Gendervariable, sehr geehrte Genderqueer, sehr geehrte Intersexuelle, sehr geehrte weder noch Geschlechter, sehr geehrte Geschlechtslose, sehr geehrte Trans mit Stern, sehr geehrte Transstern weiblich und Transstern Frauen, sehr geehrte Transstern männlich und Transstern Männer, sehr geehrte Transmenschen, sehr geehrter Crossgender, sehr geehrtes Nullgeschlecht und natürlich auch ganz herzlich die sehr geehrten sonstigen Geschlechter. Die AfD-Fraktion lehnt ihren Antrag ab. Danke. A ka më bukur se sa ta fillosh kështu fjalimin dhe më pastër të dashur femra, meshkuj, të dashur ti ose ajo si e ndjen veten, zonjë apo zotri, transseksual, biseksual, binar, biner nga këto, pra që do të thotë 10 minuta parlament shkon muhabeti për lesh. Dhe duke uruar kombëtare son, fitore son, e paketët çuna, me zjarë në zemër, për pare sepse Kosova është Shqipëria, Xhamadani, via via. Nga unë dhe Albano, pa që një ndërmë të bukur, natë në mirë. Buenas noches, muchachos.